piktoresk, turistik, simpatik, historik dhe gjithçka tjetër për një personazh që duket se i përmbledh gjitha këto, po ai simpatik sa kandidati i pavarur i Tiranës është Pavlo Shkarpa, inxhinieri, personazh i njohur, vjen, nuk e di nga shkenca, vjen nga shoqëria civile, vjen edhe si kandidat. Kam përshtypjen jo për herë të parë në Bashkinë e Beratit. Shkarpa, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, një televizioni i bukur dhe i nderuar Smiri.net. Mirëmëngjes, gazetari president Flavio Çari. Rovsh për fjalët, më trego pak si erdhi momenti që vendoset kandidosh sërish për Bashkinë e Beratit si i pavarur, dhe me mbështetjen e opozitës. Unë ndodhem në lagjen Kalat të Beratit, në qytetin tim që ka 3 emra. Qyteti që ka 5 emra, qyteti që është qyteti bashkëtesës fetare, dhe qyteti im ka pasaportën e kulturës universale të njerëzimit të UNESCO-s. Unë e dua këtë qytet, sepse në radhë të parë është një formulë e trinomit ynor që thotë, po nuk e njojtë një gjë, nuk e dashuron atë, dhe po nuk e dashurove, nuk e ndërton. Te mua ndodhte kundërta. E njoj qytetin, e dashuroj qytetin dhe dua ta ndërtoj qytetin. Ky është motivi që më ka prur mua në qytetin tim të Beratit, ku jam lindur në këtë kalan madhështore, që është 800 vjet para Krishtit, dhe jam rritur në këtë qytet, e dua këtë qytet, dhe dua t'i tregoj qytetarëve të mi dhe votuesve të mi si kandidat i pavarur që partia ime është Berati. Prandaj kam ardhur që t'i jap Beratit vlerat që i takojnë Beratit, edhe të përshëndes dhe ato gjëra të bukura që janë bërë patjetër, por që Berati ende ndodhet në një qytet pa jetë, në një qytet që po t'ikin tuaj këtu nuk ka me jetë, por Berati ndodhet ende i pa integruar në infrastrukturë nacionale. Berati ende ka probleme madhore me qytetin brenda, si me unazën e qytetit, si me sistemimin e lumit të sumë, si me pritjen e ujrave të larta, probleme madhore të cilat Pavlo Shkarpa në programin e tij do t'i ka projektuar me një grup shokë, edhe ata si mua që kanë dëshirë ta ndërtoj qytetin e Beratit, dhe unë bëra një takim shumë të bukur me qytetarinë e Beratit, edhe me forcat opozitare që më mbështesin, dhe i përshëndes Partinë Demokratike, Partinë e Lirisë, Partinë Agrare, Agrondukën, edhe shumë partitë të tjera që Agronsheaj, Adriatik Klapaj, që më kanë besuar dhe po më mbështesin fuqimisht që unë të dal kandidat, të dal më fal kryetari i bashkisë. Por, çështja është, nëse më lejon një ndërhyrje të vogël, zoti Shkarpa, pyetja është, a ka qenë kjo një ide që e bluanit prej kohësh, apo ka qenë një vendim i minutës fundit? Atëre, i dashur Flavio, unë e kam prezantuar veten në këtë qytet si kryetar i shoqatës Antipatria. Unë kam drejtuar një shoqatë këtu, Antipatria, e cila lufton fort në UNESCO dhe në Këshillin e Europës në vitin 2005, në maj të vitit 2005. Ne kemi shkuar atje me dashurinë më të madhe dhe kemi çuar materialet në filmim dhe në një ekspozitë shumë të bukur, dhe i kemi investuar nga xhepi jon, nga lekët tona, me një mikun tim që shëton me Xhoxhi Zallemi, dhe unë bashkë me të tjerë, me Myslymotovën, një Ciceroni vërtet i qytetit tim, me Emir Dizdari, një miku im, që kemi prezantuar qytetin e Beratit, ku dekani i trupit diplomatik në atë kohë ka qenë Shpëtim Saushi, një burr i nderuar dhe shumë i respektuar. Unë kam folur para 52 ambasadorëve të Këshillit të Evropës në platenë e madhe të Këshillit, dhe aty ka qenë sekretari i përgjithshëm Terry Davis. Dhe e kam thënë, sepse po loboj fort për Gjirokastër, nga Gjimero, nga Ismail Kadareja, nga Malcolm Zeqo, patjetër ata bënin për qytetin e tyre, ne bënim për qytetin ton, së bashku dhe me Pandeliçinën, profesor doktor tashmë Bori Kombit. Këto kanë qenë inspirimet e para që mua më kanë dhënë dashuri për qytetin, dhe kam thënë, po, unë do punoj fort për qytet. Dhe kemi e nxorë me sukses. Sepse Terry Davis, në atë kohë në Këshillin e Madh e lartë, të Këshillin e lartë të Europës, tha që nëse Pjetri i Madh i Rusisë e pa Europën nga një dritare e Peterburgut, ju shqiptarët tashmë shikoni nga një mbi një dritare të Beratit. Është Okelio e bukur, e ka thënë Terry Davis në atë kohë. Por problemet është se këtu, kur ne po e vazhdonim këtë iniciativë, Berati në vitin 2008 në Korik mori transkriptimin, pra hipotetën
në kulturën universale të njerëzimit. Pra u bë qytet me pasaport. Sa është fryzuar ky pasaport? Nga 2008 deri në 2025 farë. A ose nëse është shfrytëzuar, le t'ja bëjnë transparent sa fonde kanë marrë nga UNESCO. Por ta nuk tregoj. Atëre këto më kanë detyruar që ta ndiqni atë që keni nisur që herët. Pa, e kam nisur shumë herë këtë iniciativë dhe më vjen keq për një gjë dhe po e them dhe po e denoncoj. Që Partia Socialiste mban qytetin e Beratit prej 27 vitesh që e menaxhon këtë qytet. Është e dhimbshme. Që për 27 vite Berati me këtë pasaport, pra me 17 dhe 10 vjet përpara, duhet ishi bërë shumë i bukur. Nuk them që Berati s'ka bukurin, sepse bukurin është qendra historike. Po kjo është meritet parëve tanë. Pra Mangalemi, Dorita dhe Kalaja është meritet parëve tanë. Ne sot e kemi një gujit fuqishme, por Berati ka vetëm një gujit historike. Berati nuk ka shumë gujita të tjera, sepse Berati ka shumë tradita, ka shumë trashëgimni. Këto duhet të revitalizohen, si në aspektin shpirtëror, si në aspektin material, si në aspektin kulturor. Pra ka shumë, dhe një turist nuk duhet të rinë Berat vetëm një ditë, po duhet të rinë ndoshta edhe një javë. Por këtu nuk ka, kjo është e vërtet. Janë bërë sa shtrime rrugësh, janë bërë sa gjëra të tjera, i përshëndes ato si kandidat, por problemet të tjera janë në themel. Këta nuk e njohin Berat. Këta nuk e njohin Berat. Unë di shumë gjëra që i kam denoncuar tashmë në fushatën time, këtu ka dhimbje, po mendoj dhe besoj dhe i këthirje qytetarisë Beratit dhe gjithë kurorës saj, se tashmë Berati e shqitëri dhe në kurorën e vetë, që ta votojnë Pavlo Shkat. Unë do bje ndryshimin e këtë qytet, kjo nuk diskutohet. Sepse Berati, unë flasë kur vi këtu me zajte e rrugëve, edhe ata flasin me mua. Problemet janë shumë adorë. A keni parë Osumin? Si është kthyer në një grop septike. Osumi është kthyer në një grop septike. Tu bën investime pa vlera. Bën gjëra që nuk kanë vlera. Këta nuk kuptojnë dhe nuk i thëresin inxhinierët e Beratit. Gjovani Gjeqari, Sazanguri, Pablo Shkarpë, Vaslaj Bajagjur, që ti jenë konsulent, se duam të qytet. Ta thëresin grupet të tjera teknikësh, që unë e kuptoj pëse i interesat. E kuptojmë edhe ne që këtu, inxhinier. Një kuriozitet, gjëja e parë, nëse zgjidheni kryetar bashkie, gjëja e parë fare, ditën e parë, çfarë do bëni? Ditën e parë, në atë bashki do ju me gjithë qytetarinë në Beratit. Dhe do jap lajmin e parë, bashkia do jetë e hapur për qytetarët, që nga ora 8 deri në 8 darkës. Unë, gjën e parë që do bëj, dhe do filloj projektin e zbatimit parë, do bëj hyrjen e qytetit Beratit. Një godinë që do jetë një veprar. Të hysh në Berat do të thotë të hysh në qytetin e bashkëtesë. Të hysh në Berat do të hysh në qytetin që ka 5 emra. Të hysh në Berat do të thotë që po hyn në qytetin e UNESCO-s. Pra, do filloj godina e prezantimit të Beratit në UNESCO. Pra, do hysh në një kjo do filloj. Kjo do jetë gjë e parë që unë do bëj. E kuptoj. Për hir së vërtetës, do mësoj hallet e qytetarëve të mi, problemet e qytetarëve të mi, që këtu ka pafund, këtu nuk pritet njerëz, këtu janë mbyllur dyert njerëz, këtu njerëzit janë shumë të zhgënjyer. Këtë nuk e them, hajde një, t'ju them gjërat live. E kam kërkuar kryetarin e bashkisë. I kam thënë atit që ka qenë para këtij djali që do kandidon me mua. Hajde një, të debatojmë bashkë. Po i kam kërkuar dhe kryeministit Shqipërisë. Hajde të debatojmë bashkë për të mirën e qytetit. Dashurojeni këtë qytet. Po kur të dashuria vjen kur e njeh qytetin e Berat. Problemi është, unë nuk mund të them dhe të errësoj gjërat, absolutisht. Por, këtu janë gjëra madhore. Tu kemi një turizëm që ka qenë një bujtë e madhe turistike në atë kohë, në kohën e diktaturës. Por, ai turizëm ka 5 vjet. Për inatet e kryeministit Shqipërisë nuk jepet leja pronarëve të tij. Unë nuk merrem me pronë private, po si kandidat më shqetëson kjo pronë që s'po rregullohet, që nuk po zhvillohet. Pra, tu ka zhvillime urbane që nuk zhvillohen se nuk i lën inatet personale, nuk e di që kanë këta. E bukur shumë kjo. Kjo është një e vërtet, jo se e them unë, po është e di qytetaria e Berat. Këtu ka probleme që po rregullohen shkollat, po shkollat nuk po bën shkolla, i dashur Flavio. To po bën hotele,
po bën qendra biznesi, është të dhimbje. Këta i kanë kthyer në prona private, nesër do i thonë u reduktuan numri nxënësve. Është krim. Dhe po e denoncojnë në televizionin tuaj prestigjioz. E vlerësoj qëndrimin tuaj inxhinier, ndërkohë besoj do na presësh në Berat këtë ditë. Po, unë jam këtu më presin qytetarët, më duan qytetarët, më denoncojnë qytetarët, ka probleme shumë edhe. E bukur kjo e shkollave që po rindërtohen për të bërë hotele. Piranjit ka denoncuar një treg, unë kam qenë dijen atë treg. Me të drejtë e kanë denoncuar. Është shumë e drejtë denoncimi tyre. Është vlera i denoncim. Unë e përkradën dhe e pash vetë atje. Një treg që është ndërtuar nga 2 firma, nga Mallakastra. Po dije një gjë, po ja them gjithë berazëve. Firma më të huaja në këtë qytet nuk do fute. Këtu do vetëm firmat e Beratit. Lekët e Beratit do t'i marrin djemtë e Beratit. Nuk ka këtë futesh në këto, se unë di pse futen këta, se këta bëjnë pazare me to. Sigurisht. Dhe kanë argjor 100 euro dhe një projekti ati është 280.000 euro, 180.000 euro unë nuk e di ku janë. A do vinë me mua? Ja ku e kanë. Qoftë ai që është bërë ministër i pushtetit vendor sot, se këtë djalë i ri nuk ka shumë faj, po edhe kryeministri, se kështu ja raportojnë ata. E qartë. Shkarpa, kam përshtypjen se do e vazhdojmë këtë bisedë sidomos për shkollën 22 tetori në Berat, që mora vesh do u bë ka qendër tregtare, a hotel, nuk e di çfarë do bëhet. Dhe do vim Berat, intervistën tjetër do e bëjmë Berat, se është shumë e rehatshme kështu. Dhe atë intervistë unë e kam botuar fal gazetarit minor Sulo Gojinat Beratit, unë e kam botuar në Facebookun tim dhe merren hipotezat. Edhe është një dhimbje. Jo, po do vim ta marrim live në Berat. Ta po bëjnë shkolla të tipit masonik. Unë nuk e di ç'po bëjnë ta. Ta po prishin shkollat, ato shkolla të bukura, që gjithë bota i ka shkolla me ogore, që gjithë bota i ka shkolla për edukim, për mësimdhënie. Absolutisht. Mos të qëndrojmë aty se doja të fokusohesha mbi të gjitha te kandidatura juaj, po do vim të flasim edhe për shkollën në Berat. Pavlo Shkarpa, faleminderit për kohën. Faleminderit juve, ju përshëndes dhe shpresoj dhe besoj që qytetaria e Beratit dhe gjithë kurora e Beratit do ta kuptoj Pavlo Shkarpa. Ta votojnë se Pavlo do bjerë ndryshimin në qytetin e tij. Dakor, faleminderit zoti Shkarpa, personazh shumë interesant ky i Beratit. Ne do stopojmë këtu dhe do postojmë linjën tek redaksia jonë e informacionit. Bashkë jemi nesër. Deri atëherë